mëngjesi njerëz, sapo u sjova, kam shkuar te motra, kisha për të marrë një çantë të vogël, se sot kemi atë rastin, kemi fejesën, edhe më duhej një çantë të vogël për fustane, një palfët, vajta e mora te motra, jam larë, kam flokun akoma ujë, po pres që të vi kunata, sepse do më bëj flokët me val. Keni parasysh ato pjasterat që janë treshe, që të bëj flokët kështu valtal, ashtu do t'i bëj, po duhet t'i krejhi mirë me tharse, se filluan ja të përdridhen këti nga fundi, edhe më pas t'i bëj me pjasterin. Do më bëj dhe make-upit, më ndihmoj pak ta bëj vendoshta. Dhe kështu, do bëjmë një lukë ndryshe sot. Është ora 10:15, vajti vonë, se floku im do 2 orë, 3 orë të merresh me të, plus që dreka është në orën 1. Edhe kështu. Melo makarona për mëngjes. Në pive kafe në dhe tjetër. Ta nisim mëngjesin me super sheqer. Ja njerëz jemi në proces të sipër të rregullimit të flokëve, po bëjmë kështu valë të bukura. Mirë, më pëlqen që marrim volum. Po, prandaj nuk ti kreva ti bëja shesh-sheshun, se kisha se do të rrinin pa volum. Aty pas e vërtet nuk do të shkojnë. E pra. Po nga që ti lash me volum, do të rrin pak a shumë si ëndja jote, po me rregull, pra. Edhe do duken më gjata. Po, ajo po. Prandaj nuk desha me bë presh, se dhe kisha ose smerin e njerë, po kisha shuj fushin pjastrën. Po, pra tamam. Kurse kështu, shive sa do më dhe në që është... Po e shoh këto, e shoh valum. Që do të shkojnë. Se Ta ki merak. të dish t'i klajdi si ke merak, se mos të të del nusja e bukur. Që ka? Ke merak mos të nuk të del nusja e bukur. Se nuk e se pëja sheshet e koka. Ka që e shefis e të nusja në të bukur. Ti ke nusën kokre e lullit, marë. Fisi nga në mami. Your hands are shaking on my skin. The fire starts to burn within. I see your eyes, I lose control. The night is singing to my song. The wind is whispering your name. Our hearts ignite a gentle flame. This night of love, no fear. Only you and me right here. Night of love never ends. Bodies moving, hearts transcend. Night of love, feel the heat. Every heartbeat pure and sweet. Night of love never ends. Bodies move, hearts transcend. Your voice is calling from the dark. It lights my soul, it leaves a mark. The world is spinning all for you. Each touch feels warm, each dream feels true. No words are needed, just your eyes. Our rhythm burns beneath the skies. This night of love, no fear. Only you and me right here. Kiss me slowly, close your eyes. Let the moonlight hypnotize. Time is gone, it fades away. We will dance till break of day. Night of love never ends. Bodies moving, hearts transcend. Night of love, feel the heat. Every heartbeat pure and sweet. Night of love never ends. Bodies moving, hearts transcend. Vlaku, ne? Po ja gjyshi qaj. E shkita unë po e qonin prapë në urgjenë. Qa thua ti? Ta është bllokuar.
sa nuk pati ka shumë nazë për të bërë gati. Shumë duar të shumë bukur gata. Shumë bukur gata. Se presin e gocat e mia kontent. Më di bukur. Kamera. Okej, tani u bëra gati totalisht njerëz, kam vendosur edhe këta vëthët me gure, vesha edhe takat, edhe fustani kuq duket kështu, më pëlqen shumë se si duket. E kam veshur me sandalet e larta. Do marr edhe këtë çantën e zezë, që ja mora Nelës, edhe vëthët të çantës i kemi të sponsorizuara nga Motra. Edhe kështu duket luku total. Ma tregoja ndej komplet se si duket fustani deri në fund të këmbëve. Jemi bërë gati shumë shpejt, jam para, kështu që pa takoj që të bëja content edhe për Instagramin, edhe po flas edhe këtu në YouTube. Edhe të shkojmë te fejesa. Është kushëria e Klajtit e cila fejohet me një shokun e Klajtit, kështu që janë shoqëria jonë. Klajti ka si motor dhe unë kam shumë gjatë si person, kështu që jemi shumë të lumtur që jemi te fejesa e tyre. Make-upi ka dalë njerëz një yll, më pëlqen shumë fare, ka dalë shumë i pastër, edhe flokët kanë dalë shumë të pastra, shumë të rregullta. Vetëm i kemi hedhur 1 kg e lla, kështu që shpresoj që të më mbajnë deri në fund pa u prishur. Ja, këtu mendoj që dukem totalisht. Do vesh edhe palton sipër edhe të dalim. Haj njerëz nga pasditja vonë, ne u ktheu nga fejesa, kaluam shumë mirë, shkoj shumë bukur, përveç faktit që më zuri migrena, me anti e kam qenë ushimin një herë në tualet dhe nuk kisha fare në Terezi për të festuar, por gjithsesi e shijova, u kënaqja, shkoj shumë mirë, ishte shumë këndshëm, ambienti, ushqimi ishte shumë i mirë, bëri te restorant te Tiku dhe shkoj shumë mirë. U shplodhëm pak, pasi u lodhëm zjati goxha, ka zjati diku te 5 orë ca. Kështu që sa erdhëm, u shplodhëm pak dhe tani jam çuar sërish. Dhe s'kisha hapur fare kamerën, akoma kam mësuar unë me idenë të bërit vlogmas. Duhet të filmoj gjatë gjithë kohës. Tani, dohet të sqaroja fakti se si arrita unë të bëj vlog mas si vjet, sepse ju e keni ditur që unë kam qenë në punë full time nga hëna në të premte në orarin zyrtar 8-5 dhe filmoja vetëm ditët e mia të pushimit të shtunë të dielën edhe në raste kur ishin festa zyrtare, jam munduar kam filmuar gjithmonë pak më shumë. Tani, unë nga ky moment e tutje jam full time influencer, sepse lash punën që isha aktualisht, kam dhënë dorëheqjen që në fund të muajit tetor dhe tani në fund të nëntorit e mbylla punën dhe gjithë jetorin jam pushim, prandaj më krijohet dhe mundësia për të bërë vlogmas. Punën e lash sepse isha shumë, jashtëzakonisht shumë e lodhur, e ngarkuar psikologjikisht, kisha nevojë shumë për një shkëputje. Nuk them, pavarësisht se e them me shaka do jem full time influencer, sepse muajin dhjetor do ta bëj pushim, e kam darë mendjen që do ta bëj pushim dhe jam duke parë për mundësi të tjera pune, kam dërguar CV, kam bërë disa aplikime, kam bërë disa intervista, në përgjithësi ka shkuar mirë, disa kam marrë përgjigje negative, dihet që ky procesi është pak i lodhshëm, duke patur parasysh edhe kërkesat e mia, tani që kam 12 vite punë, jam senior në punën time në profesionin tim, kështu që edhe kërkesat e mia janë të larta, jo të gjitha kompanitë janë të gatshme të punësojnë një person senior si nga paga, ashtu edhe nga gjërat e tjera që ata ofrojnë, gjithsesi jam në procese aplikimi. Kështu që thash, unë do jam pushim muajin dhjetor, kështu që mund të ofroj më shumë content. Gjithashtu e po e provoj që të jem full time influencer, të punoj pak më shumë me YouTube, të mundoj që ta gretaris më shumë, të punoj pak me Instagramin, me bashkëpunimet e Instagramit, dhe të shohim se si do shkoj ky muaj off për mua. Kisha shumë nevojë sepse viti i fundit i punës ka qenë super i ngarkuar për mua, e ndjeja veten shumë të lodhur, sikur truri im nuk pushonte gjatë gjithë kohës, kështu që kisha më se të nevojshme këtë shkëputje. Dhe e vërteta është se që kur kam filluar punë për herë të parë, në mos gaboj kam qenë 18 vjeçe, unë kam ndruar vende të ndryshme të punës, pavarësisht se 2 eksperiencat e fundit të punës kanë qenë 3 vite te kompania të puna e fundit që isha dhe 3 vite gjysmë te kompania më përpara, kanë qenë relativisht të gjata, ndërsa të tjerë kanë qenë më të shkurtra, por më pak se 1 vit nuk kanë qenë asnjëherë. Dhe në gjitha këto vite, ku kam ndryshuar nga njëra punë te tjetra, as edhe një herë nuk kam bërë as edhe një ditë pushim, gjithmonë kam lëvizur, e kam mbyllur punën si kësaj herë për shkak që e mbylla deri në fund të javës, të hënën që vjen kam filluar punën e re. Dhe besoj që është një gabim dhe gjëja më shumë që jam bërë pishman në këto vite të punës, sepse një herë pas here njeriu ka nevojë edhe të shkëputet pak nga rutina dhe nga monotonia e vet. Këtë muaj do ta parë me qetësi, dua ta shijoj, për rastësi edhe muaji dhjetor i festave, kështu që kthehem
pas në kohë, në shkollë të larë, ka qenë era e fundit që kam bërë 2 pushime për festat. Kështu që këtë muaj, kësaj here do bëj një muaj të plot, 4 javë besoj, ndoshta mund të zgjasë edhe pak më shumë, sepse varet kur bie dakord, kur do bie dakord me një kompani dhe të firmos një kontratë re për të filluar punë. Gjithsesi duke parë, duke bërë, do ta lë gjithçka të rrjedhi në rrjedhën e vet, kështu që do dalë diçka më e mirë, jam shumë e sigurt, kështu që të shohim. Ta shikojmë një herë këtë vlogmas së bashku, jam kurioze edhe për feedbackun që do ketë edhe për të gjitha. Këtu kam edhe një dhuratë shumë të bukur për mua. Këto ishin dhurata nga pronarja e punës që unë punoj, nga shefja ime. Më bë shumë qefi dhe unë ndjeva e vlerësuar, po i hap që të tregoj edhe juve. Këtu te çanta e parë kemi një shishe verë. E të tregoj. Kjo është vera, kështu elegante, besoj se është verë e bardhë, edhe nga forma, po, edhe ngjyrën është një verë e bardhë, ndërsa këtu te çanta tjetër kemi një kuti çokolatash, janë këto çokolata Dubai Style, shikoni sa bukur të paketimi të gjitha, dhe është edhe një kartolinë. Tani se dia do të tregoj të gjithën, se ndoshta është pak personale, por është një kartolinë mirënjohje. Okej, po lexoj vetëm një pjesë. Faleminderit për 3 vite bashkëpunim, korrektësi dhe përgjegjësi, 3 vitet më të qeta të mia në Digital Head. Mirënjohse jo vetëm si drejtuese, por edhe si persone, ka shpjeguar shefja ime, pjesa tjetër është paksa personale dhe në fund mbyllet mirënjohse. Anisa, që quhet ish shefja ime. Më bë shumë qefi, këto kartolinat e mirënjohjes janë shumë të bukura, shumë të këndshme. Dhe ishte një detaj shumë i veçantë që mua më pëlqeu. Sa po lava fytyrën, dhe me qenë se bëm atë make-upin pak më të rëndë se u të bëj zakonisht, edhe kur ata përdori disa make-upet të veta, dhe unë jam pak specifike në make-upet që zgjell, tash po bëj një mask dhe ta hidratoj lëkurën në thellësi për përdor këtë të Garnierit. Këtë nuk e kam përdorur asnjëherë, e kishte bërë Klajdi një herë në market, se unë gjithmonë kam përdorur përgjithsisht koreane, kam qenë e kënaqur. Madje kam bërë një porosi me disa produkte koreane që pres të më vinë së shpejti, nuk e di sa të vonohen, se është e parë që porosis tek ajo faqe. E të shohim se si do jenë, të provoj disa produkte të reja. Se ertë mirë që pas ka kjo, me acid hialuronik është, hidratues se thot, kështu që aromën e pas ka 10 të 10-tat. Më të mirë se ato koreane që përdorja unë. Më fut në sy mundësish. Okej, done, e vura. Tani, i ka ardhur fundi edhe këtij vlogu, do ta mbyllim këtu dhe do shihemi nesër në vlogun e ri. Bye bye.